ti je pjesë e një cikli i frikës. Por nëse bësh pjesë e ciklit të frikës, ti do marrësh komandat nga frika. Dhe mënyra më e fuqishme që ti të dalësh nga ai cikël dhe ta vëzhgosh veten, dhe po thoja në mënyrë figurative, imagjino se kur e nxjerr veten lart, edhe arrin të shikosh gjithçka, lojrat që bëhen në mendjen tënde, ato frikrat që përjeton trupi yt, por janë pa baza, sepse nuk ka diçka reale. Nuk ka diçka reale në jetën e vërtet. Nuk është se njerëzit, ja, do të gjykojnë. Nuk është se ti mendove negativisht çfarë do i ndodhi fëmijëve të tu dhe do ndodhi vërtet. Jo, nuk ndodh, nuk ndodh. Nuk është se do vdesësh nga ankthi. Jo, nuk ndodh. Pra nuk ekziston një rrezik potencial real në përditshmëri. Por janë lojra të mendjes. Dhe ti thua, unë e di shumë mirë këtë, po si të dal. Por ja që duhet forca e vullnetit. Duhet që ti të vendosësh në peshore. Çfarë do bësh? Do biesh pre lojrave të mendjes apo do marrësh kontrollin e mendjes? Dhe kjo gjë bëhet me praktikë të vazhdueshme. Sepse të shpëtosh nga ankthi, ta mundësh ankthin, të fitosh betejën me ankthin, me këtë përbindshën që e flasim kaq shumë. Nuk ka të bëjë më shumë me luftën që ti bën me ankthin, sesa me luftën që ti bën me veten, me zakonet e tua të pashëndetshme, me ato zakone që të bëjnë të ndihesh si njeri i vogël i pafuqishëm. Ka të bëjë me ty çdo gjë, lufta që ti bën me veten.